Mi bëma mirë se erdhët në I pavarur këtu në zjarë televizion. Zjarë është lafi se është shumë ftohtë sonde. Sonde që nga një natë plevit. Unë ndodhe në zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, së bashku me Anxhin, e cila ndodhet në anën tjetër të regjisë. Është një emision që bëhet që nga viti largët 2020, u thinjëm këtu, në zjarë televizion, në nëhirin e ngjarjeve dhe fakteve. Anxhi, të lutem, news of the day. Rama! Ndan fotoalbumin e javës. Ndan fotoalbumin e javës. Do me thonë, mendoni një qasë sigur Rama të duke ndarë fotot intime. Intime, jo në atë kuptim. Intime, foto plazhi, foto duke u puthur për qafe. Jo, janë foto që ka bërë nga aktivitetet. Dhe, duke qenë ATA, pra ATSH-ja, Agence Telegrafik Albanese, or Albanian Telegraphic Agency, kemi një kryeministër I cili është lajm, ndan fotoalbumin e javës. Pra, Agjencia Telegrafike e një vendi, siç është Shqipëria, ose siç mund të ishte në Amerikë, ose siç mund të ishte në Francë, AFP, thot, fotoalbumi I Macronit. Po ku ti plas? Kryeministri ka Facebookun e vet, Kryeministria ka faqen e vet, dhe fotoalbumi ordone ku është bashkë me zonjën e tij. Nuk është në I pamje nga ato të çuditshme, ne kemi parë, siç ka thënë vetë, hyni kërkoni në Google dhe mund gjeni foto shumë interesante se sa kaq. Unë se kam me kryeministrin, në fakt e kam me Agjencinë Telegrafike Shqiptare, e cila ka ta quaj paturpsi, mungesë profesionalizmi, si doni ju, që me ndërporth kur bën Edi Rama është lajm. Rama sjell pinguinët, Rama sjell lakurisht e natës, çfarë ka Rama? Foto ose gjëra që I publikon, I ka Agjencia Telegrafike Shqiptare. Këtu jemi ka ta ndisur. Nuk e bën të Enveri, urdhro. Në kohën e Edi Ramës kemi këtë marifet. Anxhi një gjë tjetër me cilën mund të merremi, tregojmë publikut shqiptar se sonte është nata e protestave, sot fillon përmbysja përfundimtare e regjimit, e ka premtuar doktori dhe ako e kemi, hapet ta lexojë populli, Berisha bojkotojmë komisionet e reformave, por jo parlamentin. Në fakt, është një lajm që kam lexuar disa herë para se ta përzgjedh për ta vendosur këtu, sepse në fillim kur do hynte në parlament doktor Berisha, populli demokrat I tha, o vlla, ti sikur se njihje parlamentin. Jo, tha. Ne do të votojmë, tha, vetëm ligjet që kanë të bëjnë me reformën. Nuk e njohim si parlament. Tani kthehet 180 gradë. Bojkotojmë komisionet e reformës, por jo parlamentin. A digjej këtë mohabet. Gjithsesi, doktori është më I ditur se ne dhe doktori ju garantoj që do ketë nisur revolucioni që ka nisur sot, mas dreke, dhe do të vazhdoj në ditët në vijim, Krishtlindje, and a happy new year. E kështu me radhë, ndoshta mund kemi edhe një ndryshim portave, pra të njohim komisionet dhe jo parlamentin, pastaj parlamentin dhe komisionet, varet se si do të shkoj loja, pa rregulla, po gjithsesi vendosen rrugës. Unë besoj fort që kështu si ka nisur doktori me foltore, pastaj protesta, pastaj mosbindje civile, Rama I ka vitet e numëruara. Ja çamet edhe dekadat. Po, dikur do t'iki. Rama, ma dëgjoni çik Ramën, misioni im të çoj Shqipërinë në BE. S'pari njerë një kryeministër, se ka dhe Luli një libër, misioni im. Një kryeministër nuk ka mision, një kryeministër ka detyrë. Dhe detyra një kryeministër është qeverisi mirë vendin të rrisë mirëqenien. Ky I ka marrë një mision. Dhe ky do ta çojë Shqipërinë në BE. E ne na merr rrjedha e ngjarjeve, natyrisht na merr edhe fryma e turmës. Se do të flas pak për turmën sot, e cila shpesh me kast ngatrohet me popullin. Shumë njerëz thotë ne jemi populli. Nuk je populli, e turmë. Kur bën pjesë në një grupim krejtësisht për interesat e tua personale, pa sens morale dhe drejtë, e turmë. Dhe turmave u hidhen gjëra nga këto. Do hyjnë BE dhe turma kur ti thua që ç'është kjo, thotë, po ti thotë ti e kundër Bashkimit Evropian, ç'është kjo? Serbia, Greqia, nga këto llafet e tjera. Dhe popullit dhe njerëzve me mend, përveç turmës do të them, nuk është jo misioni, po as ëndra më e guximshme e Edi Ramës futja Shqipërisë në BE. Pse nuk është?
Shqipëria është një sistem totalisht i korruptuar. Nga themeli, nga rrënja e flokut, është sistem i korruptuar. Tranzicioni është vetë një korrupsion në veprim. Këtu nuk u prerën rrënjët e komunizmit. Këtu u instalua mafia, u instalua sistemi i drogave, një oligarki e cila është ndërtuar absolutisht mbi krimin dhe korrupsionin, dhe kjo oligarki, këta që ndërtojnë, këta që kanë nga 300 apartamente, këta që ndërtojnë, por nuk shesin, në asnjë mënyrë nuk kanë më të voglin interes që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Po këta janë ata që bëjnë ligjet. Në qoftë se Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, natyrisht do jepet llogari. Por gjithë këto objektet ngelura pezull, po them vetëm për shtëpiat, po pastaj për parat me cilat janë blerë, po pastaj për një ekonomi jo formale, dhe ekonomi jo formale nuk e kam për ata që nuk presin kupon tatimor. Ekonomi jo formale është fakti që në Tiranë bëhen makinat më luksoze që mund të ketë Europa, ndërkohë që nuk ka prodhim. Pra, këtu vërtet e ka gjetur shumë bukur, siç ka gjetur termin rilindje, në fakt në çoj drejt vdekjes, dhe këtu të çojë Shqipërinë në BE në fakt është të çojë shqiptarët, ti do bëj sa më shumë nga Shqipëria dhe këtij misioni ja ka arritur që në 3 mandatet e para. Fola gjatë për këtë, qorton Anxhi thotë, po, kemi të tjera. Mirë Anxh, ditë tjetra. Urdhë. Maja e diplomacisë shqiptare, Elisa Spiropali, të më falni se nuk paramerrem me punë të grave, po dikush i thoi Elisës se tjetër të rregulloj jakën. Ma shikonin çik këtu, goxha grua është e veshur me sqim, të shikoj jakën se ka dalë atje dhe do thosh ti po pse merresh me muhabet grave? Po ç'të merrem tjetër? Integrimi evropian, jo gar thot, por destinacioni për bashkët. Ta quaj hipokrizi është pak, ta quaj gënjeshtër është shumë, për një motiv të thjeshtë. Janë zënë gjithmonë politik, ne hapëm negociatat, ne ju futëm në NATO. Ne kështu, ne ashtu. Rama thot misioni im është Bashkimi Evropian. Maja e diplomacisë, kjo zonja këtu thot, nuk është gar, thot. Po çfarë është gar? Destinacioni për bashkët. Po ku pra, se nëse është destinacioni për bashkët, më e pakta që do kishte bërë politika shqiptare. Establishmenti shqiptar. Do ishim mbledhur bashkë në një tryez dhe do kishim vendosur 4-5 pika me konsensus, mbar politik dhe thonin: 1. Shqipëria ka tazëm të pa diskutueshëm antarësimin në Bashkimin Evropian, firmosim gjithë palët. Hapjen e negociatave është pa negociueshme dhe ne marrim pjesë në BE. Se siç u thash, Berisha njëri ishte absolutisht pro reformave, do merrte pjesë në çdo komision reforme, tani del jo thot. Komisioni jo, por parlament po. Pra, nuk është gar, është politik. Është, siç i thuash, populli shqiptar dikur kur unë isha i vogël që do të hym, Shqipëria do të shkojë në komunizëm, edhe opingën në të rrogun shkojë në komunizëm, dhe tani është kjo çështje e garës apo ëndrës, misionit, jo garës e këto me radhë. Jemi në stin të ftohtë dimri protestash, të keqen Anxhi, më nxirr pak Rama, hapja të gjithë kapitujve inkurajim, BE t'i qëndrojë marrëveshjes për mbylljen e negociatave brenda 2027-s. Edhe ne ftojmë BE-n që t'i qëndrojë realisht kësaj gjëje, por edhe njëri kthehem asaj që thashë, më ka ardhur lajmi thep shqekës, BE t'i qëndrojë marrëveshjes. Pra, unë kam pyetur vetë me një emision tjetër, shkresërisht Bashkimin Evropian, pra delegacioni i Bashkimit Evropian, a ka ndonjë marrëveshje dhe cili është garanti i marrëveshjes për hapjen e negociatave dhe mbylljen e negociatave brenda 27-s nëse fiton Edi Rama, kështu siç premtojnë fushat. Deri më sot nuk kam as edhe një përgjigje për këtë gjë. Por Edi Rama edhe kur na ka premtuar, nuk ka thënë BE-ja, ka thënë janë disa hapësira brenda BE-s, janë disa rryma brenda BE-s. E mirë, jam dakord që këto rryma mirë e bëjnë. Po sikur mos e bëjnë, është halli. Po sikur të vinë këto rryma t'i hapin portat, a është gati Edi Rama për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian me gjithë krimin përkatës? A është gati krimi që Bashkimi Evropian të vitë kontrollojë këtu bizneset
raportet ekonomike, pasurit, hipotekat, jemi gati? Nuk e di. Kushtorojt e shozojnë. Dalim në një lajm tjetër, dimër, ftohtë, protesta, nisma Shqipëria bëhet. Në fakt kam përshtypjen që nuk është më nisma Shqipëria bëhet. Nisma Shqipëria bëhet është kur ishte edhe Endri Shabani, që ishte nisma thurje, që thuren nisma Shqipëria bëhet. Faktikisht tani është Shqipëria bëhet protest para kryeministrisë. Kam patur debate pak me njerëz të mençur, pak edhe me turmën. Tashi me njerëz të mençur çfarë kam thënë? Se dikush më ka pyetur, "Ore, pse nuk je entuziasti? Pse nuk shkon aty se protestova? Mjafton që të ketë protestë dhe të dalim të gjithë." Siç e thash, Shqipëria është një sistem totalisht i korruptuar, siç komunizmit i hyri përmes ideologjisë korrupsioni në thelb, tranzicioni është një sistem 100% i korruptuar. Është i korruptuar në koncept politik, marrëdhënie ekonomike, marrëdhënie sociale, në gjithë shka. Çfarë duhet ndodh? Ky sistem duhet mbyllet. Në kushtet e sotme, nga tranzicion ka kaluar në oligarki. Janë gjithë pushtetet, drejtësi, politik, ekonomi, media, në pak duar. Këto pak duar i kontrollojnë. Edhe i organizojnë. Mjafton t'ju them këtë autostradën Tiranë-Durrës, këtë të famshmen, që kush shkon për të pirë kafe në Durrës e ka më të lehtë të shkojnë këmbë se sa me makinë, se vjen shpirti mbajt hundës. Do mbaronte kjo. Në aty është një qendër tregtare. Edhe ai i qendrës tregtare dhe po s'kthehen këtu tek unë, po bëhet mbikalim atje dhe po vonohet ndërtimi i autostradës. Këtu jemi. Thjesht si shembull, ose është kjo oligarkia, po thjesht si shembull. Pra, ky sistem duhet përmbysur sepse ne jemi sistemi liri demokracisë Shqipërisë si gjithë Europa, sistemi ekonomisë liberale të tregut. Këtë ne na e kanë pushtuar, na e kanë zaptuar. Dhe siç do të ishim ngritur, dhe siç është ngritur populli shqiptar dhe ka dëbuar pushtuesit, ne duhet ta dëbojmë. Kur bëhen protesta të këtij lloji, aq më tepër që atë nuk e di që s'është më nisma Shqipëria bëhet, por është lëvizja Shqipëria bëhet. Sa i nismës iku u bë e mori mandatën e vet, u bë avokat i popullit. E në këto kushte këta krijojnë përshtypjen se sistemi është i mirë, është funksional, por diku është prishur. Dhe këta me protesta mund ta ndreqin, pa diku pompaçin, diku një gjë tjetër dhe të rregullohet. Jo, duhet të përmbyset ky sistemi kriminal i ngritur për të ardhur sistemi ynë, ai për cilin e kemi në kushtetut, njihet në literaturë dhe kemi luftuar në 1990 liri demokracisë Shqipërisë si gjithë Europa, ekonomi liberale e tregut. Prandaj nuk e mbështes unë se këta dalë thon hajdutët. Dhe siç e kam thënë para 2 ditësh, në një postim timin, të hysh në një bordello, të burtazësh o kurv, nuk ndryshon ndonjë gjë. Do qeshin, se normalisht aty ato punojnë. Të hysh në një sistem të korruptuar, të është o hajdut, dhe të kërkosh të heqësh hajdutët, bën gabim se o do vendosësh një hajdut tjetër, ose një burr të mirë ose grua të mirë që ta vendosësh, sistemi o do ta nxjerrë jashtë loje, o ta bëj si vetja. Duhet ndryshuar sistemi. Ndrohet të lutem në këtë çast e shoh që ka ardhur dora vet, ka zbritur Cristiano Xhanari. Vet ai. Dhe siç më propozon Kristi, Berisha të hapur ndaj partive të lapajt dhe sheut, por jam pseudo opozit. Dhe më vjen mirë dhe keq që Berisha është me mendjen time i quajmë pseudo opozit. Faktikisht edhe Berishën kështu e quajnë. E quajnë pjesë të lojës. Këta realisht nuk është se janë pseudo opozit. Opozit janë këta. Po janë opozit fasad e një sistemi kriminal. Pra këta janë kundër Edi Ramës. Nuk janë kundër një sistemi kriminal dhe të inkriminuar. Një sistemi që nuk është as pak ai që ndodhet kushtetut. Është një sistem që ka shtypur lirit, ka përçutnuar pronën, ka dëbuar shqiptarët. Një sistem që duhet përmbysur. Këta bëjnë opozit, por dhe Lala bën pseudo opozit. Të gjithë bëjnë pseudo opozit. Dhe ka një gjë, me këtë shehajnë, ishte ky
qodhi propozimin, për shembull, pak muaj më parë, për nxjerrje një kandidat të pavarur të opozitës. Dhe Berisha e përkrau shumë të këtij pseudo-opozitës. Nëse politik çto merren me këto gjëra, mund të gjë tjetër, tensione në kuvend besoj, balla, imazhi që i bën dëm vendit. Dhe mua pëlqen sepse rilindja e Edi Ramës erdhi në pushtet pikërisht me fasadat. Dhe këta e kanë shumë merak fasadat. Këtyre të mos i prishet imazhi, se që ndodh më tanë murit, ai si plas fare në botë në jetë të jetëve. Rëndësi ka fasada. Të huajt, për shumë, ka plot shqiptarë që mendojnë s'kishin brek, po kishin perdet shtrenjta. Se puna ishte që komshiu thoshte, qerat pas kanë lek. Qerat nuk që kanë të varfër. Dhe ne bota duhet na shohë që me Edi Ramën Shqipëria është një vend jo do kudo. Pavarësisht se neve jo vetëm s'kemi brek, po mendoj s'kemi as byth, se ata që kishin byth ikën jashtë shtetit. Ne jemi pa njerëz, pa OND, pa shtëpi, pa asgjë, zero. Një vend që po shkon drejt rënimit, një vend që s'ka demokraci, një vend diktatorial ku ta ulan balla ka frikën se i prishet imazhi. Cili imazh? Po thonim sistemi i korrupsionit dhe i të korruptuarve. Sistemi i ndërtuar mbi bazën e vjedhjes, mbi bazën e krimit, gjakut. Ma nxjerr pak Francë, hetim për korrupsion dhe kontrolle në shtëpinë e ministres së kulturës Rachida Dati. Pse e nxora këtë? Ditët e fundit diskutohet fort një aksion drejtësie ndaj ministres infrastrukturës, njëkohësisht dhe zëvendësisht kryeministër Belinda Balluko. Një gjë në të cilën është përfshirë në vetën e parë kryeministri, duke marrë pozitat e personit të sulmuar, të lënduar, të një grushti shteti që po i ndodh këtij, që sistemi i drejtësisë ka ndërhyrë në pushtetet e qeverisë dhe po bëhet qameti. Dhe që pa vendosur gjykata kushtetuese, nuk ka asnjë veprim ndaj një kryeministër, zëvendësisht kryeministër, më falni, e cila akuzohet për disa shuma të frikshme, që 90% shqiptarëve nuk dinë as t'i numërojnë, nuk dinë as t'i shkruajnë këto miliarda. Thjesht ajo që më bëri përshtypje për mirë, natyrisht, zonja Balluku kishte 300 apartamente. Kjo ministre e Francës, ministre për ministre, pra për çfarë hetoheshe? Për një apartament Belindës, as 300.000 euro fonde, të cilat janë marrë në mënyrë të dyshimit. Por nuk është ngritur Franca në këmbë. Nuk ka dalë Macron apo kryeministri i Francës thonë ç'është kjo, po ndërhyjnë pushtetet. Hetim për korrupsion dhe kontrolle në shtëpi, ka marrë në shtëpi, kanë bërë kontroll, hetohet gruaja e botës dhe nuk ka ndonjë as për herë të parë, as grup shteti, një gjë fare normale, aty ku ka krim ose dyshohet për krim, hyn drejtësia, të tjerët heshtin. Thjesht për ta sqaruar çik me veten dhe me zotin Rama që nuk po ndodh gjëma. Nuk vjen prokuroria dhe po drejton qeverinë. Prokuroria ka një të pandehur që e quajnë Belinda Balluku pavarësisht detyrës. Dhe këtë të pandehur do ta heqë nga vendi i krimit, që mos thelloj krimin dhe mos prishi provat. Kaq e thjeshtë është puna. Nëse ta kuptoj zoti kryeministër me kalimin e kohës, ne bëjmë pak pushim dhe rikthehemi.